Kjo është shenja më me fat, do të thoshim më fatlumja e horoskopit për muajin korik. Koriku i vitit 2025 vjen plot me surpriza astrologjike intensive dhe të favorshme për shumë shenja të zodiakut. Megjithatë, sipas një analize të bazuar në inteligjencën artificiale dhe lëvizjet planetare, një shenjë duket se do të jetë e favorizuar e muajit korik dhe bëhet fjala për shenjën e luanit. Gjatë gjithë muajit dhe veçanërisht në gjysmën e dytë të tij, personat e kësaj shenje kanë shansin më të madh për të marrë lajmet më inkurajuese dhe pozitive të vitit. Sezoni luanit fillon në gjysmën e dytë koriku dhe sjell me vete energjinë e fuqishme të diellit, duke i ofruar shenjës vitalitet, vetbesim dhe sharm të shtuar. Në të njëjtën kohë, kalimi i Venusit në luan rrit dashurinë për veten, kreativitetin, lidhjet emocionale dhe aftësinë për t'u dalluar si në jetën personale ashtu dhe në atë profesionale. Jupiteri, planeti i fatit dhe i zgjerimit, është në binjakët, një shenjë e lidhur me luanin duke formuar aspekte pozitive astrologjike. Kjo shtrirje hap rrugë për mundësi të reja profesionale, avancim, njohje dhe madje realizimin e planeve të vonuara prej kohësh. Cili është lajmi më i mirë që sjell koriku për luanët? Fushat në të cilat luanët janë më të favorizuar këtë muaj janë puna, studimet, marrëdhëniet dhe projektet krijuese. Është shumë e mundur që të lindin pozicione që do të shënojnë një kërcim cilësor, shërbime dhe përpjekje ose zhvillime të rëndësishme në marrëdhëniet personale që deri më tani dukeshin të ngrira. Periudha nga 22 koriku e tutje konsiderohet vendimtare. Është një periudhë jo vetëm dyshimesh të jashtme, por edhe zbulimesh të brendshme, të cilat mund të ndryshojnë mënyrën se si luanët e shohin dhe vendosin veten në botë. Edhe pse luani është në qendër të vëmendjes, shenja të tjera të zjarit si dashi dhe shigjetari gjithashtu mund të përfitojnë nga të njëjtat lëvizje astrologjike. Koriku mund të sjellë lajme të rëndësishme dhe për ta veçanërisht për çështjet e zhvillimit personal ose profesional.